Pika katërt është ngrënia e kamatës prej gjinohave të mëdhaja që i ka kap muslimant. Fatkeqësisht i ka kap edhe besimtarët. Bile i ka kap edhe hoxhallar. Ka edhe hoxhallar që mirën me kamat. Po kjo fatkeqësisht është edhe me fetva. Kjo është më e rrezikshme pastaj. Se me thonë Allah më falë të kum hin kamat këtë në rregull. Ama me fetva me bo, kjo është më e rrezikshme. Se kjo pastaj po e ligjëson ato. Allahu subhanahu wa taala e shkatron pasunin me kamat. E shkatron. Tu bereqeti. Ti po merr me kamat, po ku e din nesër ti a qëndron në çat punë vllaja. Se ti je në luftë, i ke shpall luftë Allahut azza wa xal. A thua vallë nëse ti shpall luftë Allah, ça? Kush ka më fitu? As mos e çon mendën. Kështu që bën dua tek Allah subhanahu wa taala dhe mos u fut në kamat, sepse kamata është shumë e rrezikshme dhe e shkatron pasurinë, sjell belon, shtëpi dhe të gjitha gjërat e këqija ti sjell.